Mbaje mend, çdo zgjedhje që bën këtu ka një efekt atje. Kur ti ja hap zemrën Zotit, gjërat fillojnë të ndodhin, por nuk mund të jetosh një besim të përgjysmuar. Important five, viti I trajnimit dhe fuqizimit shpirtëror. Biblia thotë se Zoti, kur ne e falenderojmë, ai është Zoti që na jep paqen përtej çdo kuptimi, edhe kur gjithçka po ndodh rreth nesh, ne mund të kemi paqe sepse besimi ynë nuk është te njeriu, nuk është te një qeveri, nuk është te një parti, besimi ynë është te Zoti. Amen. Dhe është shumë e rëndësishme që të jetë te Zoti, sepse nëse nuk është te Zoti, ku do ta vendosim, atëherë të vim tek ne. Herën e fundit që kam predikuar, pra jo javën e kaluar, por atë përpara, u ktheva të flas pak për botën shpirtërore, sepse kam vënë re që në Itali, në shumë kisha, nuk flitet më për botën shpirtërore. Duket sikur, pra, jemi shumë motivues dhe s'kam asgjë kundër motivimit, por nuk është ai qendra e besimit ton. Motivimi ynë është Jezusi dhe arsyeja e besimit ton është Jezusi. Dhe sot do të flas për disa praktika që ndoshta shumë nuk e din, nuk e kuptojnë, që mund të hapin dyrë për demonët në jetën tonë, por edhe për mashtrimin, për një frymë mashtrimi. Dhe titulli im është ai që shihni, praktikat e neveritshme që hapin dyrë për demonët. Të shohim nëse jemi brenda këtyre gjërave. Pjesa kryesore nga e cila do të filloj është ligji I përtërir, kapitulli 18. Nga vargu 9 deri në 14 dhe thot kështu: kur të hysh në vendin që Zoti, Perëndia yt të jep, mos mëso të imitosh praktikat e neveritshme. Thoni si të neveritshme, është një fjalë e fortë apo jo? Praktikat e neveritshme që Zoti I urren, që Zoti I ka në neveri të atyre kombeve, le të shohim çfarë është ajo që Zoti I urren. Të mos gjendet në mesin tënd ai që kalon djalin ose vajzën e tij nëpër zjarr, as ai që ushtron magji, as astrolog, as ai që parashikon të ardhmen, as magjistar që bën magji, as ai që konsulton shpirtrat, as ai që thot fatin. As nekromant, sepse Zoti I urren të gjithë ata që bëjnë këto gjëra. Çfarë është ajo që bën Zoti? A do të urrej ai që krijoi qiellin dhe tokën? Vërtet nuk mendoj kështu. Për shkak të këtyre praktikave të neveritshme, praktikave që Perëndia I urren, Zoti, Perëndia yt, po I dëbon ato kombe para teje. Ti, besimtar, do të jesh I paqërtueshëm para Zotit, Perëndis tënd. Sepse ato kombe që ti do t'i dëbosh, dëgjojnë astrologët dhe fallxorët. Por ty, besimtar, Zoti, Perëndia yt, nuk ta lejon. Mund të mbyllnim dhe të shkonim në shtëpi, sepse është e qartë, por dua t'ju shpjegoj. Pra, të mos gjendet, ktheu aty te vargu, të mos gjendet në mesin tënd askush që kalon djalin ose vajzën e vet nëpër zjarr. Për çfarë bëhet fjalë kjo praktikë e kalimit nëpër zjarr? Kjo kishte të bënte me një praktikë të asaj kohe, por që ekziston edhe sot, e cila ishte një praktikë e kushtuar Perëndis Moloç. Dhe Perëndia Moloç ishte një hyni të cilës ata, kjo hyni, Biblia thot se pas idhujve fshihen demonët, natyrisht apo jo. Pra, në emër të një hynie që kërkonte nga ndjekësit e saj që t'ia kushtonin fëmijët, t'i vrisnin fëmijët e tyre në zjarr. Zakonisht, fëmia I parë që linte e merrnin dhe e digjinin të gjallë. Dhe a duhet thënë se Zoti nuk ledo këtë, sepse Zoti është Zoti I jetës, Zoti ka krijuar jetën dhe ky Zot, ky demon donte, kërkonte vdekjen e fëmijëve. Pra, nuk është një praktikë që ekzistonte vetëm në kohët biblike, por është një praktikë që fatkeqësisht ekziston ende sot.
Dhe sigurisht për shkak të moshës apo arsyeve të tjera nuk do t'ju tregoj shumë histori, por sot ekzistojnë çmenduri përveç pedofilisë që është tashmë një çmenduri më vete, por me të porsalindurit ka ende sot sakrifica, ka ende sot. Unë po ju tregoj një shembull të vogël. E kam dëgjuar këtë dëshmi nga goja e personit, jo personalisht, por ishte një video që kishim marrë shumë vite më parë që fliste për NEAG, satanizëm, etje. Dhe ky djalë tregonte se kreu i sektit satanik kishte marrëdhënie seksuale me të gjitha gratë, gruaja e këtij personi mbeti shtatzën, ata nuk e dinin nëse fëmia ishte i kreut apo i tij, dhe kërkesa ishte që pasi ajo të mbetej shtatzën, të linte duhej. Ta presnin fëmijën dhe të laheshin në gjakun e tij dhe ai tha, nuk munda ta bëja dhe u larguam prej andej dhe unë fillova të kërkoja një kish. Pra kjo është një gjë e vogël që po ju tregoj, ka kryqëzime, ka gjithçka. Pra, i njëjti demon që vepronte në Bibël vepron ende sot, duke dëshiruar gjakun e të vegjëlve. Djalli gjithmonë është ngritur kundër fëmijëve. Faleminderit. Besoj se e shihni, apo jo? Jezusi është gati të vijë në botë, çfarë bëjnë? Masakra e të pafajshmëve. Mojsiu është gati të vijë në botë, çfarë bëjnë? Masakra e të pafajshmëve. Po sot çfarë ka? Çmenduri, ka çmenduri, duke thënë po, jo aborti, jo aborti. Atëherë, sipas Biblës, pavarësisht se çfarë mund të mendosh sipas Biblës, që nga momenti i konceptimit ka jetë sipas Biblës. Atëherë të gjithë pyesin, pse në këtë brez, në gjithë botën, ka kaq shumë vetvrasje të rinjve, siç nuk ka pasur kurrë në histori. E keni vënë re? Në çdo cep të botës ka adoleshent 14 vjeçar që vrasin vëllain të dashurën sepse ajo i ka thënë jo. Pra, mendoj se lexoni pak gazeta, por Italia ende është mirë, sepse po të shkosh diku tjetër është çmenduri e vërtet, është një frym vetvrasjeje, një frym vdekjeje, dikush pyet pse ndodh kjo. Dhe po ta them unë nga këndvështrimi shpirtëror, jo nga këndvështrimi psikologjik, tjetër kush do të thotë, fëmijët kanë një shqetësim në rregull. Nga këndvështrimi shpirtëror, kur ti praktikon vdekjen, barku yt bëhet një varr dhe jo një vend që gjeneron jetë, ti hap një derë në botën shpirtërore për frym vdekjeje. Dhe ne e kemi studiuar tashmë këtë, që kjo nuk vjen mbi ty, por shkon te brezat pas teje. Dhe kështu ti prek jetën e fëmijëve të tu. Fëmijë, ti mund të mendosh se nuk është kështu, por kjo është shpjegimi biblik, do me thënë po hap dyert e ferit që frym vdekjeje të hynë në familjen tënde, dhe nëse nuk hynë në jetën tënde, hynë në jetën e fëmijëve të tu. Për këtë arsye që kur bota i ka liruar të gjitha, ne kemi filluar të shohim frym vdekjeje të fëmijët tanë si kur më parë në histori. Por ka një shpjegim shkencor? Nuk ka shkencor, por ka shpirtëror. Bibla na e shpjegon pikërisht kështu, veprimet natyrore sjellin pasoja shpirtërore, është kështu. Veprimet natyrore, thoni si veprime natyrore, jo edhe aq natyrore, sjellin pasoja shpirtërore. Pra, Zoti ka qenë plotësisht, jo ka qenë, por është plotësisht kundër çdo lloj sakrifice, plotësisht kundër çdo lloj aborti. Zoti është kundër sepse Zoti është Zoti i jetës. Dhe le të kujtojmë, nuk është normale të marrësh jetën tënde sepse ne synojmë ta mbrojmë jetën. Ne kujdesemi të shpëtojmë veten në çdo mënyrë. Ne kujdesemi të mbetemi një person normal. A e ruan kjo jetën, po apo jo? I sigurt. Dhe pastaj vim të pikpamja psikologjike, le ta lëmë mënjan faktin se si Zoti nuk ekziston. Nuk ka asnjë grua që ka bërë abort që është në paqe me këtë me kalimin e kohës.
Ata mund të thonë çfarë të duan, unë jam pastor, i dëgjoj njerëzit prapa skenave, askush nuk ndihet rehat me këtë, është një shenjë që të lëmë diçka këtu për gjithmonë. Ata mund të thonë çfarë të duan, por kështu është puna. Pra, le të fillojmë punën, le të fillojmë duke i treguar njëri tjetrit disa gjëra. Bibla flet për akte të tilla. Zoti është plotësisht kundër kësaj. Sot pastaj ka, nuk dihet nëse duke lexuar në metro, nuk besoj, por mund të jenë edhe sakrifica për të, nuk e di, për të marrë gjakun e fëmijës, për t'u bërë më të bukur, nuk ka rëndësi. Është një marrëzi dhe ka një sulm kundër jetës së fëmijëve tanë sikur më parë. Nuk ka pasur kur kaq shumë raste pedofilje sa në këtë periudhë të historisë. Është një marrëzi. Dikur prindërit lejonin edhe që fëmia të shkonte në shtëpinë e shokut, sot mos e bëni, nuk ka mënyrë, nuk mund të bëhet sepse ne nuk e dim. Mund të ndodh, shumica e abuzimeve ndodhin në familje, por mund të ndodh edhe jashtë, prandaj kujdesuni për fëmijët tuaj, Zoti i uren ata që bëjnë këto gjëra, ai i neverit sepse Zoti është Zoti i jetës. Zoti do t'i mbrojë këta fëmijë dhe Bibla thot, engjëjt e tyre janë përpara fronit të Zotit ditë e natë. Do të thotë që Zoti nuk thotë që çdo fëmijë ka një engjëll mbrojtës. Kjo nuk është shkruar në Bibël, por është shkruar që ka engjëj të tyre që shikojnë fytyrën e Zotit. Dhe unë besoj se edhe përballë këtyre gjërave absurde, në një mënyrë apo tjetër, Zoti dhe prania e tij është aty. Për të mbrojtur zemrën e tyre nga marrëzia që po ndodh. Pra Zoti uren, thoni si Zoti uren të gjitha këto gjëra. Është një frym që kalon nga një brez te tjetri, prandaj në kohën e Mojsiut, Molotru vepronte me flijimin e fëmijëve. Për këtë arsye kur lexon Biblën, ndonjëherë ka gjëra që ne nuk e kuptojmë. Për shembull, kur dikush lexon Vjatën e vjetër fillon të thotë, po është plot me gjak dhe Zoti ka thënë të shfaroset një popull i tërë. Pra, Vjata e vjetër, kush e ka dëgjuar ndonjëherë këtë? Ja pra, sepse ne nuk dim asgjë, prandaj flasim. Sa herë që Zoti thotë të shfaroset një brez i tërë, gjithmonë është sepse ai popull është idhujtar i Molotrit. Sepse po flasim për popull barbar, po flasim për më shumë se 2000 vjet më parë, 4000, 5000 vjet më parë. Këta popull, nëse do t'i lije gjallë, fëmijët do të përpiqeshin të rimrenin traditën ose kulturën e popullit të tyre. Dhe prandaj do të gjesh disa herë ku Zoti thotë: Luft, shiko, shpëtoni të gjithë dhe i sillni këtu në Izrael si në luftëra, do t'ju shërbejnë, mos u shqetësoni, ka raste të tjera ku ai thotë, shfarosni gjithçka, sepse ai donte të shfaroste një kulturë. Kultura ishte kjo, sa herë që do të gjesh Zotin që thotë shfaros gjithçka, është sepse ai do të shfaros kulturën e flijimit njerëzor. Për këtë arsye, ndonjëherë gjen që thotë, jemi në luftë, s'ka problem, merrni gjërat e tyre, janë me ne, dhe herë të tjera ku ai thotë jo. Amin, Zoti është Zoti i jetës, më trego si është Zoti, ai është Zoti i jetës. Ne vim për të siguruar që të mos gjendet midis jush askush që praktikon fallxore. Çfarë është? Këta janë njerëz që përpiqen të duke hamendësuar gjëra. Disa lexojnë, nuk e di, kafe, lum kafeje, duar, horoskope, do t'i trajtojmë këto pas pa. Duart bëj 4 kërcime në tigan. Ka gjëra të ndryshme që bëhen. Në Brazil përdorin edhe guacka, lexojmë, edhe këtu përdoren, apo jo, sepse e kanë sjell kështu. Guackat, duhani, çdo kultur ka të veta. Dhe dikush thot, po, ne për të ditur çfarë duan të dim, të ardhmen. Do martohem apo nuk do martohem,
Do vdes apo nuk do vdes? Dhe Zoti thot dy gjëra. Besimi yt duhet të jetë tek unë, ose më beson mua, ose nuk më beson. Nuk është se më beson mua dhe pastaj shkon të lexosh fundin e kafes, që duket si marrëzi, por marrëzia të ka. Nëse shkon atje në brera, marrëzia të ka. Dhe pastaj jo vetëm kaq, dikush thot, mirë, një praktik e tillë qesharake. Në veprat e apostujve ka një histori për një grua që kishte një. Ka një frymë të parashikimit që do të thotë se ekziston një demon që quhet fryma e parashikimit, sepse disa janë mashtrues, sepse ekzistojnë mashtruesit, disa jo, disa vërtet parashikojnë gjëra dhe ka një frymë që parashikon. Por si arrin të parashikoj? Djalli ka ekzistuar gjithmonë, jo gjithmonë si Zoti, por është një nga engjëjt e parë, ishte kreu i engjëjve në Bibël, i kryengjëjve. Pra, nuk është se ai parashikon, por ai e studion njeriu prej kohësh. Unë që nuk kam ardhur që prej aq shumë kohësh, kam edhe unë moshën time, por jo. Duke qenë pastor, ndonjëherë pas bules, unë shikoj dhe i jap diçka personit. Dhe shikoj veten dhe i them vetes, ta ka thënë Zoti, them jo, është përvojë. Njëherë kam celebruar një martesë dhe kjo grua kishte pasur një jetë seksuale shumë aktive kur ishte e re. Ai jo, sepse ishte besimtar, më pak, pothuajse fare. Martohen, vjen tek unë dhe thot, o Zot, u martova me këtë këtu. Pra, nuk ishte e lumtur seksualisht, e kuptuam menjëherë. Dhe unë i thash, qetësohu, ati i mungon vetëm pak përvojë dhe ti ke plot. Kthehet pas disa muajsh dhe thot, je një gjeni pastor, por ta ka thënë Zoti? Dhe unë them, jo, ma ka thënë përvoja. Duke dëgjuar shumë raste të ngjashme, ti tashmë di si të japësh një përgjigje. Imagjino djallin që ka ekzistuar gjithmonë, prandaj ai parashikon, jo sepse ai di para se të di Zoti, por sepse ai studion njeriu që është i parashikueshëm, shumë i parashikueshëm. Por ekziston një demon që flet duke parashikuar dhe kjo grua parashikonte, i kalon pran apostullit Paul, ecën dhe nuk është se ajo thot gjëra të këqija, sepse ndonjëherë thon edhe gjëra të bukura. Kush thot, e shëmtuar, nuk do të shkoj më atje, e bukur. Pastaj kalon apostulli Paul dhe kjo grua thot, ndiqni këta burra, ata vijnë nga Perëndia. Bukur, apo jo? Dua të them, çfarë tha ai që ishte e gabuar? Ishte Pali ai që erdhi nga Perëndia. Bibla thot se ajo vazhdon ta bëj këtë dhe Pali, shiko çfarë thot Bibla, i mërzitur. Ra, a mërzitesh nëse dikush thot diçka të mirë për ty? Sigurisht që jo. Ai u mërzit sepse e kuptoi që nuk ishte nga Zoti, edhe nëse fjalët ishin të bukura. Dhe Bibla thot se ai kthehet dhe thot, frymë dhe fallxore. Largo nga kjo grua. Dhe ajo grua nuk ishte më kur në gjendje të hamendësonte asgjë. Pse? Sepse ajo udhëhiqej nga një frymë. Sa është e vërtet që pronarët e kësaj gruaje, sepse ajo ishte një skllave, deshën ta fusnin Palin në burg, sepse thanë, ne fitonim shumë para me të, na ke vjedhur zanatin. Pra, kjo do të thotë që pas kësaj, po, ka mashtrues, po, por ka edhe demon që mund të. Dhe veproj në jetën tënde dhe ti po hap dyrë për në ferë, sepse Zoti të thotë mos e bëj, unë nuk dua që ti të mashtrohesh. Thoni si mashtrohet? Sepse nuk është se thot vetëm të vërteta, shumë herë thot gënjeshtra, djalli është ati i gënjeshtrës, por nuk do të vijë me njëherë duke thënë një gënjeshtër. Shiko, të shoh bjonde mara dhe dikush thot ky është i çmendur, miru pafshim. Fillon të thotë disa gjëra të vërteta që pastaj të arritë të kthejë jetën përmbys. Ka njerëz që marrin vendime në jetë bazuar në atë që thon këta persona. Nuk është se e kam dëgjuar të thonë, e kam dëgjuar me këto vesh që kam.
Njëherë në shtëpinë e një psikologeje kam njohur fallxoren e parlamentit italian. Ishte koha e prodit, kështu që e kam dëgjuar prej saj që më tha: po unë kam plot punë në parlament dhe më përmendi edhe emrat praktikisht të gjithë atyre që ishin aty në qeveri që shkonin t'u lexonte dorën. Janë shumë të pasigurt, thash, mendo sa bukur, këta pastaj vendosin për jetën tonë, çfarë mrekullie. Sa bukur, pra ajo zonjusha vendos për jetën tonë, sepse ai që ne kemi votuar shkon tek ajo duke i thënë: sipas teje, çfarë do të bëj dhe Zoti do që të jetë ai që udhëheq jetën tonë. Amin. Prandaj, ta kujtojmë që mund të duken gjëra absurde, por nuk janë, edhe në nivele të larta nuk janë. Amin. Njëherë tjetër kam njohur një person, një nga pronarët e familjes së Kalas Sforzesko, që në makinë tek sangiste bënte kështu, eshe? Dhe dikush thot: çfarë she? Çfarë është ajo që she? Unë nuk shi asgjë, Xhuxhi i Kalas më udhëzon nëpër rrugë dhe unë thosha: Zot Jezus, po ky që ishte një kond, po ky që dukej edhe i zgjuar, sepse edhe njerëzit më të zgjuar, nga që janë të pasigurt dhe të vetmuar, ndonjëherë janë të çmendur. Dhe ti thua, vetëm ignorantët, apo jo? Mund të përmend emra personazh që njoh, miliarder, mund të them emër e mbiemër, edhe nga ata që janë këtu në Milano, që thonë e bëj falas dhe që ua komandon jetën. Është një marrëzi. Zoti do që ti të jesh një njeri i lirë dhe që të dëgjosh nga qielli të ardhmen tënde. Për këtë arsye ai thot jo. Çfarë ndryshon Zoti? Asgjë, ai është Zot i mirë dhe udhëheq botën. Ndryshon ty jetën tënde, të ardhmen dhe të fëmijëve të tu. Amin. As kushtoj që parashikon të ardhmen. Në rregull, le të hym pak a shumë kështu, as magjistar. Pse bën ndryshim nëse magjistari kalon nga magjistari? Sepse magjistari janë ata njerëz që bëjnë punë të caktuara për të arritur gjëra. Magjia e quajnë magji e bardhë dhe magji e zezë, sepse magjia e bardhë thonë është vetëm për të bërë mirë. Dhe magjia e zezë është për të bërë keq, mund të ndryshojë mbulesën e tavolinës, por gjithmonë magji është. Dhe Zoti thot jo, sepse nuk është vetëm praktika, ti hap derën për botën shpirtërore. Dhe jeta juaj fillon të ketë gjëra që nuk i dini saktësisht se çfarë janë. Nuk është gjithçka shpirtërore, nuk është gjithçka mendore, por është gjithashtu shpirtërore. Ndonjëherë e përjashtojmë, mendojnë se është gjithçka psikologjike. Nuk është gjithçka psikologjike. Disa gjëra janë dhe disa gjëra vërtet nuk janë. Amin. Perfekt, e anashkalova astrologun, i cili nuk është astronom, por astrolog, sepse astronomia është një shkencë që studion yjet, astrologu studion për të kuptuar të ardhmen. Kështu që unë e di që ka njerëz që as nuk dalin nga shtëpia e tyre, shkojnë atje dhe thonë, dem. Dhe pata fatin e mirë të jetoja me një shoqe kur mbërrita në Itali, ku vëllai i saj ishte astrolog për gazetën që lexon ti, dhe ai më telefonoi dhe bëri këtë, a lexh, si ndihesh sot? Por normale. Në rregull, binjak, ai ndihet normal sot. Kështu e bëri ai. Dhe thash, mendo pak, ka njerëz që nuk dalin nga shtëpia kështu. Edhe Rosley e ka, ajo çfarë është? Demi, pyet si ndihet. Unë dëgjoja dhe thosha, janë njerëz që nuk dalin nga shtëpia pa dëgjuar mendimin e këtij që pyeti mua dhe motrën e tij. Por ka njerëz që nuk merren vetëm me mashtrime, ka njerëz që e bëjnë këtë gjë duke studiuar, duke u përpjekur të. Nuk është shkencë, është një praktikë që Biblia e quan të neveritshme, sepse Perëndia do që ti besosh atij. Ai është i vetmi që mund t'i udhëzojë në një mënyrë të shëndetshme. Nga aty, miku shoqja juaj do t'i udhëzojë në një mënyrë të shëndetshme.
Përse pastaj ai do të thotë tek ata që konsultohen me frymërat. Dhe do ta lë këtu sepse dua të flas për këtë pas pak. Dhe kush thot fa? Dhe këtu hym në të gjitha miliona praktikat e ndryshme që kemi. Atëherë, kush konsultohet me frymëra? Spiritizmi i cili ka dy degë, njëra është spiritizmi i motrave fod, lind në Angli, këto motra që thonë se shohin gjëra që fluturojnë shpirta. Kjo për ne është shumë e zakonshme, ky lloj shpirti, sepse në të gjitha filmat Harry Potter, Poltergeist, në të gjitha këto, ku sheh shpirtrat që fluturojnë, kush ka parë ndonjëherë një film të tillë? Dhe rrëfejmë të gjithë mëkatet tona. Që është shpirti, vajza e vogël, pastaj ishte. Kush i mban mend ato të vajzës së vogël? Gjithsesi, që shet të vdekur që janë aty, por që nuk reinkarnohen. Spiritizmi i motrave fot nuk ka reinkarnim, pra nuk marrin trupa, por janë aty si shpirtra që fluturojnë. Me siguri i keni parë këto filma. Shkoni kërkoni, ashtu rastësisht, se çfarë fundi kanë aktorët e këtyre filmave. Shkoni kërkoni ashtu. Do të shihni, sepse unë e kam kërkuar, kështu që do të shihni që ka asapëtë, më shumë Serrano. Janë pak si legjenda urbane që 4 protagonistët kanë vdekur. Mirë, nëse ti i quan legjenda urbane. 4. Shikoje si është shëndeti i djalit që ka luajtur Harry Potter. Ai kishte tashmë një sëmundje. Ai nuk arrin as të mbaj një gotë në dorë. E dini këtë, apo jo? Krejtësisht i sëmur, i përdor të gjitha parat e tij për. Do me thënë, mendoj që ne nuk e kuptojmë që po bëjmë shaka me ju. Ndonjëherë me zjarr, ai luan me zjarr, ai hap dyert e botës shpirtërore për shpirtrat e sëmundjeve, dobësive dhe shumë gjërave të tjera. Djemt shkojnë dhe shohin vajzën e vogël bjonde atje në Poltergeist, çfarë i ndodh asaj, i vdekur. Të gjithë të vdekur para kohe, të gjithë. Është një legjendë urbane, mirë, quajmëni si të doni, duhet të jeni të kujdesshëm. Edhe ata të exorcistë kanë vdekur të gjithë. Do të jetë rastësi, mbaje ashtu, nëse ti mendon ashtu, mbaje. Atëherë hym tek ata që konsultojnë shpirtrat, pra ekziston ky lloj spiritizmi që ne e shohim në filma, sepse filmat janë amerikan dhe anglez dhe është ky lloj spiritizmi që shohim në Amerikë dhe gjithashtu në Angli, pastaj ka spiritizmin. Ka spiritizmin reinkarnacionist, pra vdes dhe rilind që vjen nga India, hinduizmi, që ka faza të ndryshme. Ka atë ku vdes dhe rilind nuk e di në një person dhe ka edhe atë ku rilind si një kafshë. Ka një degë atje të hinduizmit që sa po vdes dikush, gjëja e parë që sheh që lëviz është xhaxhai. Pra xhaxhai ka vdekur, ke gjetur një buburret dhe e merr dhe thua xhaxha. Ata e sjellin fjalë për fjalë në shtëpi duke i thënë xhaxha, a do të hash sot? Jo. Pra, ky është ekstremi, por ekziston. Këto nuk janë gjëra që po i shpik unë, ekziston. Pra, ja kush është lipari që lëviz, mund të jetë xhaxhait, mund të jenë shumë gjëra. Dhe pastaj ekziston një degë tjetër e spiritualizmit, e cila quhet spiritizmi i Allan Kardec francez. Ku Brazili sot është vendi më spiritualist në botë, prandaj e di çfarë po them, sepse në Brazil i kemi të gjitha së bashku, plus disa të tjera që i sollëm nga Afrika. Macumba, umbanda, kimbanda, gjithçka që mund të imagjinoni, ne i kemi të gjitha. Candomblé. 25 milion spiritist nga Allan Kardec. Çfarë bëri Allan Kardec? Ai mori motrat fot, hinduizmin dhe Biblën dhe bëri një tortë nga e cila han shumë njerëz.
sa është e vërtet që në këtë spiritualizëm ekziston edhe figura e Jezusit. Kur ti dëbon një demon nga një person që ka praktikuar këtë spiritualizëm, duhet t'i thuash a beson të Jezusi dhe duhet të tregosh historinë e Jezusit, sepse Jezusi i ti nuk është Jezusi ynë, është një tjetër Jezus. Jezusi i Biblës, i lindur nga Maria, i vdekur, i ringjallur, tregu gjithçka, dhe ndonjëherë kur arrin të ringjallja, ata manifestohen sepse ata besojnë në një tjetër Jezus. Bota shpirtërore lëviz, ajo ekziston. Të kam thënë tashmë se kur isha i vogël shkova për të vizituar një shoqe time dhe nëna e saj lindi një vajzë të vogël, sepse ky lloj spiritualizmi është sikur unë marr entitete mbi mua dhe ato thon lutje që i thërrasin ato. Ngjas. Dhe nëna e kësaj shoqesime ishte atje me një kukull, për javë të tëra një nën normale. Thot, po nëna ime e di ka vajzën e vogël. Cilën vajzë, imagjino sa bukur është për një vajzë të vogël të shoh nënën e shoqes me një kukull që flet kështu, përshëndetje shoqe. Sigurisht pastaj nuk fle as natën, apo jo. Thot, lam të mirë, shkova në shtëpinë e shoqes sime dhe nuk fle më natën. Kush e di pse kështu? Pra, hapet, atëherë le të shohim jetën, kam pasur një shoqe të ngushtë që ka qenë si bariu im i të rinjve kur isha në botën karizmatike, ku baba i saj ishte një njeri shumë i pasur dhe u bë shumë i pasur duke bërë të gjitha këto gjëra me magji. Punë të ndryshme, sepse djalli nuk i jep askujt asgjë falas, kështu që ai vepron kështu, bëhet shumë i pasur, lë nënën sepse fillojnë të bëjnë orgji të ndryshme dhe pastaj kur është atje lart, vepron kështu. Unë pastaj po thuaj se nuk kisha para as për të ngrënë. Djalli nuk i jep askujt asgjë falas. Në fillim të thot po, do të bëhesh dhe pastaj bëhesh. Jo vetëm e kundërta, por shumë herë shpirti yt është në një vuajtje të çmendur, të marrë. Sepse ne nuk mendojmë se kur luajmë me zjarrin nuk digjemi.